Unë e kam vendosur Shamin 14 vjeç, ka qenë një diçka spontane që edhe unë vetë nuk e prisja, askush nuk e priste, thjesht u çova një ditë edhe thash unë sot dua që ta vendos Shamin patjetër që unë e kisha, domethënë, e kisha gati, ëh? E kisha modelin gati. Spontan ka qenë ai momenti i vendosjes. Atë po ishte të shpjegoj. Që unë kam penguar 2-3 vjet që të mos e vendos. Thosh ti ke kohë, ke nevojë të piqesh me gjën, ke nevojë të përballesh me realitetin jashtë. Mendova se do thoshte të kundërtën, domethënë që ngulja që ta vinte, jo që të mos ta vinte. E kam thënë këtë gjë edhe herë të tjera, po sot që jam me Jumnën dua që Jumna të ta konfirmoj për publikun. Po, patjetër. I pa ta vu dhe kushte madje në momentin që më tha që më pëlqen ndërhyrja sepse e di si ka qenë e thot të plot. Jumna do të kërkoj ndjesë po të ndërpresë. Ka qenë moment shumë i lezetshëm, na kërkon të dyve, mua dhe bashkëshorti do të pi një kafe me ju. Dhe Jumna 14 vjeç do na jep të kafe. Edhe ju menduat çfarë do na thotë tjetrin çka ka ndodhur. E menduat mos ka rënë dashuri dhe do ju thoshte për ndonjë. Po sigurisht që të menduan, thash kush e di. Thotë, unë e kam darë mendjen, e di që ti mami sa e do këtë gjën, e di dhe ti babi se sa e do këtë gjën, po ju them që nuk e bëj as për ty, as për ty. Dhe të them drejtën, kur më tha këtë fjali, është kështu apo jo? Po, patjetër. Kur më tha këtë fjali, thash, okay, atëherë Jumna e pas ka bërë një gjyq personal me veten, e ka bërë një rrugtim të brendshëm, sa është e rëndësishme. Po të paktën e ka nisur përballjen me veten që do ketë sfida, do ketë vështirësi, nuk është thjesht ai emocioni i momentit kur ne gjatë Ramazanit shkojmë në xhami dhe ka një klimë shumë që të mbështjell. Kur mbaron Ramazani ti kthehesh jetës përditshme dhe sfidat janë aty. Është përderisa ti e ke paragjykohesh në shkollë ose në jetën tënde? Ke akoma 2 përgjigje pa dhënë unë. Po, atëherë për sa i përket kësaj që po thoshte mami, këtë përpiqesha të shpjegoja. Pra ka qenë diçka që ndoshta ka qenë spontane momenti i fundit që thash unë do e vi sot dhe pik, por sigurisht që diçka që unë e doja, sepse unë me të isha arritur, kjo për mua ishte e drejta dhe gjëja e bukur. Për sa i përket paragjykimeve, nuk më ndodh në jetën time reale të përditshme që unë të dal jashtë dhe të paragjykohem, por më ndodh pafund në rrjetet e mia sociale. Dhe unë mendoj që kjo gjëja, domethënë sot është në rrjetet sociale dhe nesër pastaj njerëzit nuk do kenë më as frikën dhe as turpin që të na paragjykojnë drejt për drejt, sy për sy, ball për ball. Por që deri më tani nuk ka kaluar në diçka të ballë për ballshme unë dhe një person tjetër ta kem në rrugë dhe të më shikojnë me inat apo të më thonë diçka asnjëherë. Pra mendoj që nuk e kam pritur që brezi yt duke kthyer në mod e ka zbutur edhe paragjykimin. Mendoj unë. Deri diku, por unë mendoj që nga ana tjetër sado që domethënë po aq sa po normalizohet si gjë, aq edhe vazhdon të paragjykohet dhe më shumë çdo ditë domethënë ka paragjykime. Gjoj, mund t'i bëj një pyetje të lirës? Po, Eda, para se sa ti bësh pyetjen, ne kur diskutuam temën, Eda më tha që është temë shumë e zjarrtë, ngjall interes. Ngjall interes dhe Elira ka shpjeguar qindra mira tema e ftuara në panelet televizive në Shqipëri dhe ka qenë një grua shumë e saktë në gjithçka që thotë dhe ti flet shumë bukur dhe un kam adhurim për fjalën tënde. Dhe me Edën menduam që sot do t'i jepnim një peshë edhe grave Tiranit, edhe grave që u është cenuar liria. Pikërisht për këtë doja edhe unë gjoj. Si shpjegohet që në qoftë se shikojmë fotot e vjetra të grave të Iranit dhe të Afganistanit, shohim femra shumë të kuruara, madje me minifund, në një qytet që gëlon, ato janë vajza le të themi oksidentale tamam evropiane. Dhe si ka përfunduar që vajzat edhe gratë e Iranit apo Afganistanit e mëtej sot në ditët e sotme sa vinë edhe mbulohen më shumë. Domethënë, pse është bërë si punë regresi dhe jo progres? Në kuptim të sa e bukur kjo. Unë nuk di të flas për politikat e shtetit Iranit, po di të them për atë që ndodh në pak se çfarë ndodh në psikologjinë e tyre. Dua të jem korrekte me temën, kjo është pse e bëj të parantezë. Para disa vitesh kam pasur një ftesë në një studio televizive për çështjen e Iranit dhe ai redaktori më thotë fjalë për fjalë, ta mban të vish të flasësh për gratë që po e flakin Shamin në Iran. Po pse është tabu, është një temë tabu që nuk flitet. Po sepse ato po e hiqnin Shamin dhe për atë pozicioni im duhet ishte diçka i vështirë për ta thënë, unë duhet ta mbroja Shamin. Në fakt ajo që njerëzit duhet kuptojnë është që ne duhet mbrojmë njeriu. Shamia nëse nuk vjen si bindje e brendshme e gruas,
tek Zoti për cilën ne e bëjmë nuk vlen nëse ti nuk e bën për Zotin. Por mos harroj lira se nuk janë gjithë lira. Patjetër, por duke e kthyer instrumentalizimin e fesë dhe të besimit si një mekanizëm politik, këtu pastaj lindin shumë probleme. Dhe është një nga gjërat do thoja më të shëmtuara që mund të ndodhi, instrumentalizimi i besimit për të manipuluar, për të sunduar. Unë do doja ta lidh pak me eksperiencën time politike që kam pasur pak më parë se 6 muaj do ta thoja, jo një vit. Është shumë e freskët. Kur emri im doli në listat e Partisë Socialiste për të përfaqësuar ose për të kandiduar më saktë për parlamentin e Shqipërisë, sigurisht që ishte një vlerësim shumë i madh. Dhe pse jo, edhe një gëzim personal, sepse ishte një arritje e ardhur pas shumë viteve punë në këtë kauzë. Me merit. U përpoqja të tregojmë shumë e kujdesshme që të mos artikulohem në terma të përfaqësimit të komunitar, pavarësisht se së dukshmi natyrshëm çdo besimtar fillesa do t'i kishte që është një zonë që ndajmë të njëjtat vlera dhe të njëjtat besime. Por unë jam mohova vetes këtë element që mund ta kisha përdorur në aspektin politik. Pse? Sepse vlerësova që kjo gjëja është shumë më e madhe se sa një fushatë elektorale dhe shumë personale, shumë intime. Besoj që edhe në Lira, para se të më flasësh për politikën tënde në Shqipëri, na duhet një hapësirë publicitare sepse na mbështet dikush për këtë. Do të thoja vetëm që ta mbyll. Besoj që edhe në hapësirën për cilën ju pyesni për pjesën e Iranit, nëse ato gra janë të imponuara për ta mbajtur atë veshje. Sigurisht që njeriu kërkon drejtësinë dhe nëse drejtësinë nuk e prek nga rrugtimi i tij personal ka shumë të vështirë të imponohet narrativës. Dhe unë besoj që gratë janë gjithmonë ato që i përballin narrativat imponuese dhe janë aty rezistente për të transmetuar atë që realisht është humane. Do ta mbroje komunitetin mysliman ose gratë të veshura me shami nëse do fitoje? Unë mendoj që një grua në parlament është shumë më tepër se sa për një komunitet. Absolutisht. Shumë më tepër se për një komunitet. Ti do ishe një vlerë, por që do jesh në legjislacionin tjetër dhe kam bindje. Shpresoj, falenderoj.